Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur gjel deti me përshesh. Ma solli mami nga Shqipëria, të cilët i ka rritur vetë, ajo ka rritur për të gjithë ne, jo se i shet, por i rrit në mënyrë që t'i konsumoj nga ato që rrit vetë. Dhe sa po erdhi, unë nuk e vendosa fare në ngrirje dhe e përgatita direkt, dhe kjo është mënyra se si e përgatis unë dhe ju ftoj të qëndroni me mua pasi bëhet një pjekje perfekte, qëndron i butë dhe nuk thahet as pak. Fillojmë pa humbur kohë. Fillimisht përgatisim bukën e misrit për të bërë përsheshin. Kam shtuar 800 gram miell misri, 3 lugë gjelle miell gruri, 1 lugë gjelle krip. E përziem në mënyrë që të lidhem përbërësit. Kam shtuar 2-3 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarë do lloj vaji që përdorni ju në kuzhinë, dhe 700 ml ujë në temperaturë ambienti. Ujin do ta shtojmë pak e nga pak duke e përzier dhe duke parë edhe masën me sy. E përziem plot mirë në mënyrë që të mos mbes asnjë thëri me miell i pazbutur mirë dhe tavën e pjekjes do ta lyejmë me vaj. E hapim shumë mirë në të. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Ky është gjeli detit i pari që unë po përgatis për këtë vit. Buka është gati, e pjekim në 200 gradë. Derisa të jetë gati, shikoni pak sa ngjyrë të mirë që ka marrë, ka një aromë fantastike. Unë do doja shumë të haja ashtu siç ishte, por e kisha për përsheshin dhe e lash me një anë që të ftohej. Gjeli detit është gati, ishte rreth 5 kg. Unë i thash mamit të më sjell një të vogël, por ajo në fakt kishte sjell më të madhin. Unë kam përzier rreth 150 gram gjalp, të cilin e kam pas të tretur me 2 lugë gjelle të plota krip. Dhe me këtë mas kam lyer gjelin në të gjitha anët, por jo poshtë lëkurës, ja kështu siç po shihni ju në video. Nuk kam përdorur asnjë erëz, pasi më pëlqen ajo shija e vërtet që ka gjeli. Ky ishte gjeli rritur në shtëpi pa asnjë lloj kimikati, pas një lloj përbërësi që është i dëmshëm apo i heq shijen, kështu që nuk kishte kuptim që unë t'i vendosja erëza. Prandaj e kam marinuar vetëm me gjalp fshati dhe krip. Pasi e kemi marinuar mirë, unë në fillim e nisa me lugë dhe me pinel, po në fakt nuk bëni punë asnjëra dhe më pas e masazhova me duar. Mos më thoni gjë që nuk përdor doreza, por i besoj më shumë pastërtisë së duarve se sa plastikës së dorezës. Shumë rrallë i përdor ato në shtëpi, të jem e sinqert. E kam vendosur në tavë. Nëse ju nuk e keni këtë tavën që pjek gjelin, atëherë mund ta vendosni në një tavë normale. Kam shtuar ujë deri në gjysmë të tavës, pra derisa gjeli të mbulohet në gjysmë me ujë. Mbyllim kapakun dhe e vendosim në 200 gradë të zjej. Ndërkohë, të brendshmet e gjelit dhe 2 presh i presim holl në një tavë të madhe, them të madhe, pasi masa e përsheshit është më e madhe se sa një tigan i thjesht. Kam shtuar të brendshmet, siç duket mami ime kishte ushqyer mjaft mirë, pasi ne nga Belçi themi që ishte mjaft i njallur, pra kishte edhe dhjam, dhe e skuqim pak para, më pas kam shtuar presht. Dhe do vazhdojmë skuqjen edhe për pak. Do ta përziem her pas here, pasi nuk duhet të digjen, pra presh duhet të zbuten dhe jo të digjen. Ndërkohë që bëjmë këto, gjelin që kemi vendosur të pjekim e lagim her pas here me ujin, me lëngun e tij, në mënyrë që të mos na digjet. Këtu është në orën e dytë dhe siç e shihni kam marr pjekje. Këtu është pas 3 orësh. Unë e kam hequr kapakun dhe e kam lënë të piqet për 40 minuta duke e kthyer her pas here që të marrë atë ngjyrën e bukur. Përsëri në 200 gradë. Me lëngun e tij kam marrë një pjesë dhe e kam vendosur tek të brendshmet e gjelit, më falni, dhe presh dhe e lëm të zjej. Buka është ftohur, e thërmojmë kështu, e vendosim në
tavë dhe kam shtuar një lugë gjelle në energjik të thatë dhe 100 gram arra si pas dëshirës, por e bëjnë shumë herë më të mirë. E përzjem pak në zjarr të ngadalt sa të zbutet dhe përsheshin e kemi gati. E vendosim në tavë ku do ta servisim, siç e shihni, nuk është as pak i qullët. Duket krokant, por është i zbutur mjaft dhe nuk është bërë i qullët, pasi unë nuk e preferoj ashtu, por nëse ju dëshironi që të jetë më i qullët, mund të shtoni ujë shtesë. Unë kam përdorur vetëm lëngun e gjelit. Edhe gjeli është gati, shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë, u aromatizua gjithë shtëpia, aq erë mirë që ishte, të vinte keq që ta konsumoje, por ne e konsumuan siç ishte ashtu i ngrohtë, sepse kështu e ka shijen e tij apo jo. Dhe përsheshji është gati, ju sugjeroj ta provoni këtë mënyrë dhe nuk do të zhgënjeheni. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Gjithashtu do doja të mësoj edhe mënyrën se si e piqni ju. Faleminderit që më ndiqni.